Matematika. Përshëndetje miqtë mi! Sot do të bëjmë disa fruta me plastilina dhe pastaj do t'u gjejmë vendin në këtë tabelë. Së pari po e bëjmë një pjesë të shalqirit. Po e marrim ngjyrën e kuqe dhe me të po e bëjmë një gjysmërreth. Me ngjyrën e gjelbër do t'ja bëjmë lëvorën. E me ngjyrën e zezë po ja bëjmë farat. E përfunduam. Kështu duket shalqiri brenda. Shalqiri është frut i madh i rrumbullakët. Ka lëvore të gjelbër me vija. Brenda është roz ose i kuq dhe ka shumë fara të zeza. Është i ëmbël dhe shumë i lëngshëm. Ups, ja pjesa e parë që duhet ta vendosim në kuti. Ku duhet ta vendosim? Këtu po e shoh një gjysmërreth. Aty e paska vendin, vetëm se duhet ta rrotullojmë. Ta shohim apo i njihni këtë frut tani. Është i verdhë dhe ka formë pak të gjatë. Mbi, po ja vendosim edhe disa gjethe të gjata që duken sikur pemë. Cili frut është kë? Pra, ananasi. Ananasi është frut tropikal me lëkurë me gjemba, ndërsa në pjesën e sipërme ka gjethe që duken si pemë. Brenda është i verdhë dhe i ëmbël e shumë i lëngshëm. E këtë ananasin tjetër po e vendosim në kutinë e frutave. Apo e shihni ku e ka vendin? Gjethet e gjata po i shoh këtu. Tani po e bëjmë një tjetër frut me ngjyrë të verdhë. Kur piqet mirë, i bëhen disa pika ngjyrë kafe. Ja kështu, kjo është bananja. Bananja ka ngjyrë të verdhë dhe ka formë të gjatë e të lakuar. Brenda është e butë dhe e ëmbël. Le t'ja gjejmë vendin këtyre dy bananeve të tjera. E kemi lehtë, bananet e gjata e kanë vendin këtu. Po te kjo kuti çfarë duhet të bëjmë? Kjo qenë ka mbushur plot fruta. Duket se ka vendin te kjo vija këtu. Cilat fruta i kemi bërë deri tani? Shalqirin, ananasin dhe bananet. Le t'i vendosim në vendet e tyre. Shalqirin te shalqiri, ananasin te ananasi, dhe bananet te bananet. Kjo është ngjyra e gjelbër. Cili frut duket si zile? Dardha. Ky është bishti i saj. E kjo është gjethi. Kjo është dardha jonë e bukur. Dardha është frut që ka formën sikur zile. Ajo mund të jetë e verdhë, e gjelbër ose e kuqe. Dardat janë të lëngshme dhe kanë shije të ëmbël. E kjo tjetra është dardha që duhet ta vendosim në kuti. Po e shoh formën e ziles. Këtu e paska vendin dardha. Tani e kemi ngjyrën e kuqe, të gjelbrën dhe të verdhën. Le ta bëjmë një tjetër frut. A e bëjmë drejtëzën?
Edhe dredza është e kuqe. Dredza e ka formën pak si zemër. Kështu diçka. Ta marrim ngjyrën e gjelbër dhe t'ja bëjmë gjethet. Çka ka tjetër dredza? Ka fara të verdha. Tani është e plotë. Dredza është frut i kuq që duket si zemër e vogël. Ka fara të vogla në pjesën e jashtme dhe është shumë e ëmbël dhe e lëngshme. Në pjesën e sipërme ka gjethet e gjelbra. Wow, ja dredza tjetër! Ku e ka vendin dredza? Më duket se këtu poshtë qalqirit. Edhe një frut tjetër është i kuq. Po e bëjmë mollën. Në ngjyrën kafe po ja bëjmë bishtin. E me ngjyrën e gjelbër edhe një gjeth për mollën. Molla është fruti i rrumbullakët që mund të ketë ngjyrë të kuqe, të verdhë apo të gjelbër. Është e ëmbël e pak e thatë. Mollat janë shumë të lëngshme dhe mund t'i ham edhe me lëvore edhe të qëruara. E kjo është molla e kutisë. Po ku ta vendosim mollën? Ja, këtu është vendi i mollës. Vetëm duhet ta rrotullojmë. Dardhën, dredzën e mollën duhet i vendosim në vendet e tyre. Po me ngjyrën vjollc, cilin frut mund ta bëjmë? Mund ta bëjmë rrushin. T'ja bëjmë kokrat. Tani t'ja vendosim bishtin dhe një gjeth. Rrushi është frut me kokra të vogla të rrumbullakta që mund të kenë ngjyrë vjollc, të gjelbër apo të kuqe. Kokrat janë të ëmbla dhe të lëngshme. Këtu pas ka edhe më shumë rrush për kutin tonë. Rrushin duhet ta kthejmë brapsht dhe ta vendosim këtu. Tani e kemi ngjyrën e kuqe dhe ngjyrën e gjelbër. Cili frut tjetër është i kuq? Mund t'i bëjmë qershit. T'i bëjmë 2 qershit të vogla të kuqe. Tani me të gjelbrën po ja bëjmë bishtat dhe gjethin. Sa bukur! Qershit janë fruta të vegjël të rrumbullakët me ngjyrë të kuqe të ndezur. Ato janë të ëmbla dhe të lëngshme. Qershia ka një fol brenda, të cilën duhet t'ja heqim para se ta ham. Ja edhe 2 qershi. T'i vendosim në kuti. Qershit e pas kanë vendin këtu poshtë. Kjo plastilin është e portokallë. Po duket si portokall. Po i mungon vetëm bishti e gjethi. Le t'ja bëjmë. Portokalli është frut i rrumbullakët i ndritshëm që duket si diell i vogël.
Ka lëvorën me gunga, ndërsa brenda është i lëngshëm. Ka shije të ëmbël e pak të thartë. Ja edhe një portokall tjetër për kutinë e frutave. Po e shoh vendin e portokallit këtu në mes. Tani po e bëm një frutë të verdhë që nuk është i ëmbël, por është shumë i thartë. E ky është limoni. T'ia shtojmë edhe gjethet e bishtin e vockël. Limoni është frut i verdhë me formë të rrumbullakët. Ka shije të thartë. Mund të bëjmë limonadë me të, ose mund ta shtojmë në ushqime apo çaja. Ja limoni tjetër për kutinë e frutave. Limonin po e vendosim këtu lart. Me këto plastelina do e bëjmë një peshk. Peshka duket kështu diçka. Po i mungojnë qefet. Do t'ja bëjmë me ngjyrën e gjelbër. Pjeshka është frut i butë i rrumbullakët. Pjeshkat janë të ëmbla dhe të lëngshme. Mund të jenë të portokallta ose të verdha në roz. E kjo është pjeshka e kutisë. Pjeshka nuk e ka këtë formë. Prandaj le ta rrotullojmë e ta vendosim këtu. Na kanë mbetur edhe rushi, portokalli, pjeshka e limoni. Te bëjmë bashkë me të tjerat. I kemi vendosur të gjitha frutat në vendet e tyre. O shiko, e fituam edhe një frut tjetër për kutinë e frutave. E ky frut e ka emrin durian. Duriani është frut i madh me lëvore me gjemba. Ka erë aq të rëndë sa që themi se ka erë të keqe, por brenda është i butë dhe kremoz si puding. Vendi i durianit është këtu. Tani, kutia është e mbushur plot me fruta. Le t'i themi edhe një herë frutat që janë në kuti. Shalqiri, pjeshka, limoni, rushi, bereza, portokalli, dardha, molla, ananasi, bananet, duriani dhe qershit. Faleminderit që na shikuat. Mirupafshim herën tjetër.